Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kos, hudhër dhe vaj ulliri, përzierja që lufton problemet më të përhapura në vendin ton. Një kombinim perfekt për një darkë të lehtë, të shijshme dhe plot me ushqyes shëndetësor. Përgatitja e kosit me hudhër dhe vaj ulliri është me të vërtet i thjesht, por shija dhe vlerat që ofron organizmit janë të shumta. Ju mjafton të shtypni një thelpi hudhër në një lugë me vaj ulliri, ta përzjeni të gjithë së bashku dhe më pas të shtoni në një pjatë me kos. Shtoni pak krip dhe majdanos të grirë imët sipas dëshirës dhe konsumoni gjatë darkës. Jo vetëm që do të kënaqeni me shijen, por mbi të gjitha, kjo mënyrë e të ushqyerit është ideale për të mbajtur trupin në formë, për të përmirësuar tretjen dhe për të rigjallëruar organizmin në tërësi. Në këtë video, sipas health.com, do të rendisim disa nga vlerat që përfiton organizmi kur e konsumon kosin. I bën mirë stomakut. Kulturat e gjalla të kosit janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacioneve të zorës, problemeve të zorës së trash e të tjera. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe mbrojnë stomakun nga infeksione. Është e mirë gjithashtu kundër osteoporozës. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale ose mungesave të vitaminës D dhe kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumi i rregullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Përmirëson tensionin e gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut. Me kos pak hudhër, rreziku i tensionit të lartë të gjakut do të bjerë me 50%. Është i mirë për peshën trupore. Kosi është ideal për të kufizuar kalorit, ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet kalciumi nga kosi ndikon në qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet ndjekin yndyrën e tepërt. Rekomandohet gjithmonë edhe kosi me pak yndyrë. Është i pasur me vitamina. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitaminën B5, B12. Kjo e fundit është një nga vitaminat më të rëndësishme gjithashtu për ruacat e kuqe të gjakut dhe për sistemin tuaj nervor. Kosi është i mirë kundër të ftohurës. Kur imuniteti është i fortë, do të mund të mposhtë viruset dhe bakteriet. Konsumi 150 deri në 200 gram kos shoqëruar me një thelpi të vogël të hudhrës në ditë mund të lehtësojë simptomat e ftohjes, gripit, madje edhe problemeve tuaja të frymëmarrjes. Ky produkt përgjysmon shanset e shfaqjes së këtyre problematikave. Përmirëson gjithashtu edhe shëndetin tuaj të lëkurës. Kosi është një nga recetat më të mira për femrat. Ai përmirëson lëkurën, shtrëngon poret dhe i jep lëkurës elasticitet dhe shkëlqim. Kosi është i dobishëm kundër simptomave të ftohjes, ankthit dhe më shumë për shëndetin e femrave dhe lëkurës së tyre. Kosi është një zgjidhje shumë i mirë për shëndetin e flokëve. Kosi, ashtu si edhe vaji i ullirit, janë të dobishme për flokët e thatë dhe të hollë. Ai forcon qimet e flokut, pastron skalpin, gjithashtu heq edhe problemet e zbokthit dhe mund të cilësohet si një nga zgjidhjet më të mira për shëndetin tuaj. Përfshirja e kosit në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur edhe vlerat në trup. Shkencëtarët thonë se vetëm një sasi e kosit në frigorifer paraqet një arsenal të vërtet mbrojtës shëndetësor. Në këtë video do të rendisim disa nga vlerat kryesore që kosi mund të ofrojë në shëndetin tuaj. Ai u mbron nga luhatjet e sheqerit. Ulëntimet e shkollës së shëndetit publik të Harvardit kanë grupuar rezultatet e tyre të studimeve që kanë pasuar për bazën historisë mjekësore dhe jetesës të rreth 200.000 personave të profesionit të kujdesit shëndetësor dhe të operatorëve të cilët nuk vuanin nga sëmundjet e zemrës, diabeti ose problemet të radikaleve të lira. Ndjekja e tyre në vazhdim tregoi se konsumi i produkteve të qumshtit në përgjithësi i kosit në veçantë nuk ka ndonjë efekt në rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Kosi përmban probiotik. Probiotikët janë në format më të mira të bakterieve që gjenden në stomakun tuaj. Ato merren nëpërmjet ushqimeve, mund të zvogëlojnë absorbimin e disa metaleve të rënda dhe toksinave mjedisore deri në 78% te grashtat zana. Studimi i kryer nga shkencëtarët në qendrën Lawson të Institutit të Kërkimeve mbi Shëndetin në Kanada ofroi provat e para klinike se si një sasi kosi probiotike mund të përdoret për të zvogëluar rrezikun shëndetësor të lidhur me mërkurin dhe arsenikun.
Kosi është një zgjidhje gjithashtu shumë e mirë kundër depresionit. Studimet kanë treguar se substancat probiotike të kosit i bëjnë shumë të qetë ato pasi një sjellje depresive, ndërsa studimet e njerëzit deri tani kanë treguar se kosi është premtues në situata tuaja stresuese. Në vitin 2012, një meta-analizë e studimeve të përbashkëta të botuar në JAMA ka treguar se konsumi probiotikëve lidhet me një rrezik të reduktuar të diarres. Në 63 studime rastësore mbi një total prej rreth 12.000 pjesëmarrësish, përdorimi i probiotikëve u lidh me një rrezik prej 42% më të ulët të zhvillimit të diarres, krahasuar me grupin e kontrollit që nuk i përdorte probiotikët. Ndihmon edhe në djegjen e yndyrnave. Nëse po ndiqni një dietë për të humbur disa kilogram, jeni të vëmendshëm në pjesën e saj që bëni dhe kosi dhe sidomos pa yndyrë. Një studim i një viti më pas i kryer në Universitetin e Tennessee ka zbuluar se personat që përfshinë kosin pa yndyrë në organizmin e tyre të humbjes së peshës humbën më shumë kilogram në krahasuar me ata që reduktonin vetëm kalori. Ngrënësit e kosit humbën 22% më shumë peshë, 61% më shumë yndyrë në trupin e tyre dhe 81% më shumë yndyrë të barkut gjatë 12 javëve të studimit. Kosi përmban proteina dhe element fermentues që ndihmojnë me tretjen. Këto janë vetëm përbërësit e nevojshëm gjatë një diete. Të ngrënit kos për një periudhë të gjatë mund të jetë vështirë, por organizmi nuk i shkakton probleme. Për të çliruar energjinë e mjaftueshme, konsumoni deri në 12 filxhan në javë. Nëse hani kos vazhdimisht, dieta juaj ka nevojë për drithra ose ushqime të tjera. Kosi është një zëvendësues i mirë dhe i shëndetshëm. Është zbuluar se ushqimi i rëndësishëm është veçanërisht përfshirja e kosit në vend që të konsumoni edhe fast food pasi do të zvogëlohen probiotikët. Përdorimi i antibiotikëve madje redukton këtë lloj substance. Kosi është një burim i ushqyesve probiotik dhe shumë prej rasteve, në rast të mungesës së probiotikëve në dietën tuaj, kosi mund të jetë një zëvendësues shumë i mirë i trupit tuaj. Kosi përmban bakterie të mira. Bakteriet e mira të kosit janë bakteriet të cilat jetojnë në aparatin tretës dhe ndihmojnë në zhdukjen e mikroorganizmave të këqij që mund të çojnë edhe në infeksione. Për këtë arsye, kosi ndihmon në tretjen e ushqimit, ai është perfekt për të ruajtur edhe fryrje. Kosi është i pasur plot me vitamina. Në një paketim të thjeshtë prej 500 gram kosi do të gjeni vitamina dhe minerale të rëndësishme për njeriun si potasiumi, fosfori, jodi, zinku, riboflavina, vitamina B5, B12 dhe të tjera. Vitamina B12 sidomos është shumë e rëndësishme në dietën tuaj dhe është një vitaminë me gjethe që zakonisht gjendet edhe në ushqime të tjera. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë pasi është i pasur me kalcium. Kosi është i pasur me kalcium, i cili është përbërësi kryesor ushqimor për të pasur kocka të shëndetshme. Për këtë arsye, kosi është i rëndësishëm edhe për të vegjëlit, kockat e të cilëve janë duke u formuar, por edhe për të rriturit dhe të moshuarit, të cilët duhet të kujdesen më shumë për këtë dhe të mirëmbajnë kockat e shëndetshme. Shumica e njerëzve nuk e dinë se kosi thjesht është i pasur me kalcium, se kosi i frutave mund të gjenden në supermarkete. Kosi është i mirë kundër tensionit të lartë. 70% e njerëzve konsumojnë 2 herë më shumë krip se sa është e rekomanduar. Kripa, sado që mund t'i shtojë shijen, mund të ndikojë në përkeqësimin e gjendjes suaj. Potasiumi i kosit pastron trupin nga sodiumi ose kriprat e tepërta. Sipas një studimi amerikan, të rriturit të cilët hanë 1 ose 2 porcione me kos me pak yndyrë në ditë, ulin në rrezikun e sëmundjeve të tensionit në gjakun e tyre me të paktën 54%. Kosi gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për proteinat e pasura që përmban. Proteinat janë përbërësit kryesor në trup që merren me ndërtimin dhe rimbajtjen e trupit dhe të gjitha funksioneve metabolike. Kosi është i pasur me proteina dhe një mënyrë e shëndetshme për të marrë proteinat që ju duhen. Gjeni llojet e kosit tuaj të preferuar të trashës së të lëngshëm dhe konsumoni atë vazhdimisht për të marrë vlerat e tij në dobi të organizmit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.